Krerët e koalicionit Vlen nesër do të takohen me kryeministrin Hristian Mickoski për të diskutuar rreth emrave dhe resoreve në prag të rikonstruimit të qeverisë. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj në intervistën për Alsat u shpreh i sigurt se me këtë rikonstruim nuk do të preket pozicioni i tij dhe i ministrit të shëndetësisë Azir Aliu, ndërsa konfirmoi se Bekim Sali është propozim i tyre për zëvendës kryeministër të parë. Ministria e Ekologjisë, siç tha Fetaj, i takon lëvizjes demokratike, ndërsa ajo për eurointegrime alternativës. Asnjë parti Brenda Vlenit nuk i ka fituar të gjitha kandidaturat që i kishte në për komuna. Ndarja në kuadër të koalicionit Vlen është një çerek i hisës për secilin subjekt në çdo nivel, qoftë në pozicione, të emëruara, qoftë në çështje tjera në të cilat bashkëpunojmë në kuadër të Komisionit Kadrovik, borde, e kështu me radhë. Pra thoni që do t'i ruani këto pozita që keni në qeveri? Nuk ka asnjë arsye të ndryshohet asgjë. Unë besoj që betejë që e kemi bërë si Aleancë për Shqiptarët që arriti të ruaj shumicën ndërmuese të strukturave dhe prodhoi këtë rezultat bashkë me partnerët tjerë të koalicionit Vlen. Ndërkohë, vjen diskutimi brenda Vlenit për shkrirjen e koalicionit në parti, ashtu siç kanë paralajmëruar krerët e partive. Fetaj pajtohet me mendimin e Bilal Kasamit se ky proces është kompleks, me që ka struktura të shumë partive. Megjithatë, sipas tij, në ditët në vijim do të ketë zhvillime të reja. Kemi filluar vetëm diskutimet rreth mënyrës, formës dhe procesit i cili duhet të prodhoj këtë unifikim të koalicionit Vlen. Kjo do ndodh shpejt apo do ketë vazhdime gjatë ditëve në vijim në mënyrë që të dakordohemi edhe formën, edhe procesin. Lidhur me çështjen e liderit të ardhshëm nëse koalicioni shkrihet në parti, Fetaj tha se kjo është çështja më e parëndësishme.